Çfarë lloje frutash duhet të hani nëse keni ftohje? Moti i ftohtë sjell edhe ftohje më të shpeshta, dhe nëse keni probleme me një të tillë, lloje të ndryshme frutash, nga agrumet e manaferat, mund të ndihmojnë imunitetin tuaj. Kur na kaplon një ftohje, ushqyerja e duhur mund të jetë një aleat i fortë në forcimin e imunitetit dhe shërimin më të shpejtë. Një rol veçanërisht të rëndësishëm luajnë frutat e pasura me vitamina, minerale dhe antioksidan, pasi ato ndihmojnë trupin të luftojë viruset dhe të zvogëlojë proceset inflamatore. Agrumet janë ndërburimet më të pasura të vitaminës C, e cila luan një rol kyç në forcimin e imunitetit. Vitamina C ndihmon qelizat e bardha të gjakut të sulmojnë viruset në mënyrë më efektive, ndërsa vepron edhe si një antioksidant që zvogëlon inflamacionin. Prandaj, frutat agrume, portokaj, limon, grapefruit, mandarina, rekomandohen mbi të gjitha. Uji i ngrohtë me limon qetëson gjithashtu fytyn dhe hidraton trupin. Kivi është ndërburimet rekord të vitaminës C dhe konsumi i rregullt i tij ndihmon në forcimin e sistemit mbrojtës dhe zvogëlimin e ndjenjës së lodhjes. Ananasi përmban bromelain, një enzim që hollon mukusin dhe lehtëson kollën. Është gjithashtu i këndshëm dhe freskues, kështu që shumë njerëz e tolerojnë mirë edhe kur nuk kanë oreks. Mollët janë të buta për stomakun dhe të pasura me fibra dhe antioksidan. Ato janë një zgjedhje e shkëlqyer kur përjetoni humbje të oreksit ose një stomak të ndjeshëm. Manaferat, boronicat, mjedrat, manaferat, këto bomba të vogla ushqyese përmbajnë një përqendrim të lartë antioksidantësh që ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet. Duke përfshirë këto ushqime me fruta në dietën tuaj të përditshme gjatë një ftohjeje, trupi merr mbështetje shtesë në luftimin e simptomave dhe në rifitimin e energjisë më shpejt. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.